بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتم التسليم أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Vazhdojmë vëllezër në temën e javës kaluar, e cila është tema e cila flet për zinxhirin e pafund të krijimeve dhe të krijesave, të cilat Allahu subhanahu wa taala i ka krijuar në pafundësi. Treguam javën që kaloi mendimet ose diskutimin që kishin bërë një pjesë e filozofëve dhe një pjesë e kelamistëve, të cilët i dhanë përparësi logjikës tyre kundrejt argumenteve të qarta. Dhe sot, pra në këtë mësim, do të diskutojmë dhe shpresojmë që me lejen e Allahut, ai buni Allah nëse zgjatet pak, do mundohemi që mos zgjatet shumë, do të diskutojmë për mendimin e ehli sunetit, pra të pasuesve të profetit në lidhje me këtë temë. Ehli suneti, pasuesit e profetit sallallahu alaihi wasallam, shkurtimisht e pohojnë pra zinxhirin apo vargëzimin e krijimeve të Allahut, si në të shkuarën ashtu dhe në të ardhmen. Pra për ato që nuk kanë qenë javën e kaluar, do të thotë që Allahu subhanahu wa taala para çdo krijese ka krijuar një krijesë tjetër, e para se një tjetër deri në pafundësi. Dhe nuk ka qenë Allah në një moment prej momenteve kot pa bërë asgjë. Ky është besimi i ehli sunetit për këtë temë, edhe njëjta gjë dhe në të ardhmen. Allahu do të krijojë gjithmonë, e gjithmonë do të furnizojë, e gjithmonë do të japë jetë, e gjithmonë do të marrë jetë, e gjithmonë do të falë e kështu me radhë. Dhe ehli suneti për këtë fjalë që e thonë ka argumente. Argumenti i parë është se Allahu subhanahu wa taala e ka lavdëruar veten e vet me krijim dhe veprim. Por thot Allahu fa'alun lima yurid. Allahu vepron atë që don. E ka lavdëruar Allahu fa'alun lima yurid. Dhe një vend tjetër thot afaman yakhluqu kama la yakhluq. A mund të jetë i njëjtë ai që krijon me atë që nuk krijon? Pra nuk barazohen. Ai që ka vepruar edhe ai që ka kriju është më i lartë se sa një që nuk ka kriju. Pra për sosmëria e Allahut subhanahu wa taala ne besojmë që është në gradën më të lartë. Allahu fuqiplot ka për sosmërinë më të lartë. Dhe përdesë pohojmë që veprimi i Allahut është për sosmëri, edhe një rregull që e tregon Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu mëshiroft, që nëse vërtetohet një diçka që për Allahun ajo është për sosmëri, atëherë është bë obligim. Është bë obligim ta besojmë. Edhe përdesa veprimi i Allahut është më i lartë në përsosmëri se sa nëse themi që Allahu nuk ka vepruar, atëherë ne duhet besojmë që Allahu ka vepruar për shkak se Allahu në çdo moment të jetës së tij të përsosur ka përsosmërinë më të lartë dhe cilësohet me përsosmërinë më të lartë. E dyta, Allahu na ka treguar se emrat e tij dhe cilësitë e tij janë të hershme. Pra bashkë me jetën e tij janë pafundme. Inna Allaha kana ghafurar rahima. Allahu Kane është, më thënë në të shkuar, më tregon për të shkuar. Inna Allaha kane tawwabar rahima. Allahu ka qenë pendim pranues, mëshirues, ose falës dhe i mëshirshëm. Dhe përdesa ka përdorur këtë që tregon në të shkuar, që ka qenë i tillë, kjo e shkuar nuk ka ndonjë limit, nuk ka ardhur në një limit argument se sa shkon kjo. Pra gjithmonë ka qenë falës, gjithmonë ka qenë i mëshirshëm. Dhe
si mund tjetë Allahu, sikur se e tregum, që emrat dhe cilësitë e Allahut që të arrihet përsosmëria, sikur se thamë, në moment që vërtetohet përsosmëria më e lartë, ne atë duhet besojmë si mund të arrihet përsosmëria me këto emra dhe këto cilësi në moment që nuk ka një ndikim të krijesat. Pra, Allahu ka qenë falës dhe mëshirues. Nëse nuk ka pas krijesa për të falur, si i bie kjo? Normalisht që Allahu subhanahu wa taala gjithmonë ka pas krijesa dhe gjithmonë ka qenë i cilësuar me emra dhe cilësitë e tij dhe me veprat e tij, që ai ka vepruar me to. Dhe nuk kanë qenë emra, cilësi apo vepra thjesht për të cilësuar, ama që nuk kanë pas ndonjë ndikim në realitet. Jo, gjithmonë kanë pas ndikim në realitet pra të krijesat. E treta, ehli suneti kanë rënë dakord se Allahu gjithmonë ka qenë i emëruar dhe i cilësuar me emrat dhe cilësitë e tij. Dhe se ndikimi i këtyre cilësive te krijesat është i domosdoshëm në pohimin e këtyre emrave dhe këtyre cilësive. Ky ndikim është ai me cilin vërtetohen këto emra dhe cilësi. Kështu që duhet të kenë një ndikim real. Në të kundërt, këto emra dhe këto cilësi bien poshtë. Pra, ajo që thamë, në mënyrë që të vërtetohen këto emra dhe këto cilësi, duhet të kenë një realitet, një reale të krijesat. Allah është krijues se ka krijuar. Allah është falës se ka falur. Edhe kjo është në pafundësi. E katërta, Allahu i lartësuar është cilësuar me përparësinë dhe pafillimsinë. Fiksojeni këtë. Allahu është i cilësuar që është i pari i cili nuk ka fillim. Sikur se është i cilësuar me përsosmërinë absolute, më të lartë. Dhe bashkimi midis këtyre dyave kërkon pra që Allahu të jetë i cilësuar në pafundësi me përsosmërinë absolute. Dhe përsosmëria e tij është bashkë me cilësitë e veta. Pa përsosmëria e Allahut është bashkë me cilësitë e veta, edhe nuk ndahet njëra me tjetrën, nuk mundet. Dhe ky kapitull o vëllezër është i ndërtuar, pra ky lloj fjale që e themi është ndërtuar pikërisht në këtë lloj bindje, në besimin se Allahu është i pari edhe është i përsosuri. E nëse nuk do të ishte me këto cilësi, nuk do të ishte i përsosur. Pra nëse Allahu nuk do të kishte këto cilësi dhe të kishte vepruar me to, nuk do të ishte përsosmëri. Edhe kjo nuk lejohet më besu. Besosh që Allahu nuk ka vepruar, apo i ka këto cilësi, po s'ka bëjë gjë me to. Pra kjo kundërshton përsosmërinë absolute të Allahut subhanahu wa taala, dhe ky lloj besimi normalisht nuk lejohet. E pesta, nëse Allahu nuk do të ishte veprues dhe krijues në pafundësi, atëherë kjo lloj fjale do të çonte në disa përfundime të gabuara. Dhe përfundimet e gabuara, pra konkluzionet, kur ne themi një fjalë, nëse dalim me konkluzion të gabuar, tregon që edhe fjala që është thënë është e gabuar. Ky është rregull. Domethënë, nëse Allahu nuk është cilësuar në pafundësi me veprimin e krijimit, furnizimit e tjerë, kjo do të çonte në mohimin e cilësisë së zotërimit të Allahut, pra që Allahu është Zot krijues, furnizues, falës, madje nuk do të ishte as i adhuruar. Thot Razi në tefsirin e vet, që ta keni parasysh po flasim o vëllezër për Allahun i cili nuk ka fillim, ka qenë gjithmonë dhe ka kriju edhe ka vepruar me veprat e tij gjithmonë në pafundësi. Thot Razi në tefsirin e vet në disa vende, ne thamë që fjala, domethënë Allah, emri Allah, çfarë kuptimi ka? I adhuruar. Razi thot nuk lejohet thot ta cilësojmë Allahun me këtë emër. Razi nuk ka pas probleme, ama shive ku do të më dalë. Se nëse ne themi thot që Allahu pra ky lloj emri do të thot i adhuruar, do të thot që në një kohë prej kohërave nuk ka qenë i adhuruar thot.
Pa ka pas problema, pa më këtu e kishte, domethënë do të metalte ajo që Allahu ka kriju, thot, ka pas vepra cilësi, ose nëse ecim thotë me fjalën e Kelamistëve që Allahu nuk ka kriju më përpara, kurse krijesat e para janë qetet apo ato krijesa që na kanë ardhur argumenti. Pra nëse do ecim me këtë lloj mendimi, thot, atëherë nuk duhet ta quajmë i adhuruar, sepse i vi që s'ka qenë i adhuruar. Pra këtu përputhet me, domethënë, me mentalitetin e ehli sunetit që me të vërtetë Allahu që të cilësohet me këto cilësi, ai duhet kishte qenë, domethënë, kishte pas një veprim, një ndikim që ai cilësohet me këto cilësi. Edhe shembull praktik që ta kuptojmë, një shembull domethënë që ta kuptojmë faktin që Allahu subhanahu wa taala gjithmonë ka kriju edhe nuk mund të besohet. Pra është gabim të mendohet, domethënë, shumë gabim i madh mendohet që çdo krijesë e ka një fillim, domethënë, një fillim kohor. Dhe mos mund dikute fjalët, domethënë se disa filozofë mund thonë që apo kelamistë kështu me radhë që para se të krijohet qielli dhe toka, koncepti i kohës nuk ka qenë. Ne kur flasim për kohën, themi për veprimin, domethënë për momentin se kur ka ndodhur veprimi. Edhe kjo për ta vërtetuar veprimin, koha është e domosdoshme, që ky veprim ka ndodhur filan kohë. Sikurse thot profeti sallallahu alajhi wasallam, domethënë që thot dhe ishte arshi, pra Allahu i shkruajti domethënë saktimet e çdo gjëje 50000 vite thot, para se të krijojë qiellin dhe tokën, apo jo. Pra ky është saktim kohor i profetit sallallahu alajhi wasallam me tregu se kur ka ndodhur veprimi. Tani, caktojmë një kohë se kur mund ta ketë filluar Allahu krijimin. Themi për shembull 1 bilion, para 1 bilion vitesh. Që me e kuptu domethënë fjale që thonë ato dhe përfundimi i keq që të shon në këtë lloj besimi. E zemë, kjo është thjesht për shembull, e zemë që Allahu e ka filluar krijimin e çdo gjëje para 1 bilion vitesh. Pra, para 1 bilion vitesh e deri tani, Allahu ka qenë krijues, furnizues, i adhuruar, dëgjues, falës e kështu me radhë. Tani para këtij 1 bilionit shtoi një tjetër. Do të thotë që Allahu një kohë prej kohërave, pra, ndaj në 2 kohë. Në gjysmën e kësaj kohe ka qenë i cilësuar me këto cilësi absolute, kurse në gjysmën tjetër jo. Shtoi edhe një tjetër pastaj. Shtoi edhe një tjetër, domethënë, edhe deri në pafundësi. Pra ky 1 bilion që pastaj, a duket gjë? Duket si asgjë. Për pafundësinë, domethënë, e ekzistencës dhe jetës së Allahut, 1 bilion, 1 trilion thoj. Realisht nuk është asgjë. Pra, a mundet muslimani të besoj që Allahu vetëm këtë kohë ka qenë i adhuruar, ka qenë krijues, ka qenë i cilësuar me përsosmëri, apo duhet me besu që Allahu ka qenë gjithmonë i tillë? Normalisht që Allahu ka qenë gjithmonë i cilësuar me përsosmërinë absolute. Normalisht. Normalisht. Allahu është absolut. Po. Nëse themi, lexoj këtu që mos u mbasë se për orientim mund ta lexoj diçka dhe mbasë mund përsëritet në gjë. Nëse themi që Allahu e ka filluar veprimin dhe krijimin, po, është shembulli. Ne nuk mund ta besojmë këtë lloj bindje, domethënë pasi Allahu e lavdron veten e tij duke thonë e femen yakhluqu kemen la yakhluq. A mund të jetë i njëjtë ai që ka krijuar me atë që nuk ka krijuar? Atëherë si mund të themi ne, domethënë, që Allahu nuk ka qenë krijues vetëm se një kohë të vogël, që para përjetësisë Allahu nuk është asgjë. Thonë për përjetësinë ajo duket si 1 sekond, më pak mbase. Pra, Allahu ka qenë i përsosur dhe gjithmonë ka qenë i adhuruar dhe ka pas cilësitë e përsosmërisë. Edhe nuk besoj, o vëllezër,
që ka musliman i cili e qun vetën musliman edhe del me i fjalë tjetër, vetëm se nuk e ka vrarë mendjen, domethënë çfarë është duke thonë. Pra këtë shembull që dham tani, shembull kohor domethënë, vetëm se nuk e ka vrarë mendjen, domethënë çfarë jam duke thonë nëse them që Allahu e ka një fillim që i ka krijuar gjërat. Nuk po e mendon domethënë, realisht nuk po e mendon se ku çon ky lloj mendimi. Për arsye kanë thënë dietarët që fjala se krijimi i Allahut e ka një fillim, vetvetiu kjo të bën që ti t'ja humbasësh për sosmërinë Allahut subhanahu wa taala. Gjithmonë ka qenë krijues. Dhe kjo është besojmë, edhe këtu thash një pikë. Këtu përmena një pikë në mësimin e parë, që mbase i ra pak vështirë për ta kuptuar disa vëzëra, mbase të gjithëve nuk e di. Por se unë thjesht e përmena si pikë, edhe normal këtu do mundohemi ta thjeshtsojmë. Sepse kanë ardhur disa fjalë që i kanë thënë kelamistët. Kelamistët janë ato që i kanë dhënë përparësi logjikës kundrejt argumenteve. Thamë që ka diferencë midis llojit dhe individit. Kjo ka diferencë. Çfarë kemi për qëllim me lloj? Edhe do ta përmendim pastaj edhe fjalët që kanë thënë kelamistët. Po me lloj kemi për qëllim krijimi i Allahut. Pra mendoj kështu një rreth. Në ky rreth është krijimi i Allahut dhe brenda këtij rrethi janë arshi, dielli, qielli, hëna, unë, gjithë krijesat. Brenda këtij rrethi ndodhen individët e llojit. Kurse lloji themi krijimi i Allahut. Pra fakti që Allahu ka krijuar një krijesë dhe para saj një tjetër dhe para saj një tjetër. Këtu kanë gabuar disa. Po do vim se kam shkruar, të ecim me radhë. Këtu kanë gabuar disa që kanë bërë gabim midis kësaj dhe kësaj. Edhe problematika tani. Pra, pak a shumë i treguam argumentet e Ehli Sunetit, tani do të përmendim disa problematika që i kanë përmend. Edhe përgjigjen ndaj tyre. Dikush mund të thotë: si të veprojmë me hadithin Ubadet ibn Samit, se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. Thot, shiko, ky hadith e para ka ardhur në disa forma. Edhe nuk do i futemi studimit të hadithit, se nuk na intereson domethënë ajo pjesë, na intereson bashkimi. Konkluzioni, kush është? Disa përfundimet që dalin prej kësaj është se lapsi, përkthimi i hadithit, gjëja e parë që Allahu ka krijuar është lapsi. Dhe pastaj i tha shkruaj. Tha o Zoti im, çfarë shkruaj? Shkruaj caktimet e çdo gjëje derisa të bëhet kiameti. Rregull? Një nga përfundimet që nxjerrim me bashkimin e haditheve është që profeti sallallahu alaihi wasallam ka fol për faktin se ajo është krijesa e parë e kësaj bote që ne e shohim dhe e shikojmë. Dhe jo krijesa e parë e Allahut në përgjithësi. Pse? Sepse ka argumente të tjera që nuk është ajo e para. E dyta, kuptimi në një fjalë tjetër se si ka ardhur hadithi, kuptohet se shpjegimi apo përkthimi që mund t'i japim hadithit dhe kuptimi në gjuhën arabe është që në momentin e parë që Allahu e krijoi lapsin, i tha shkruaj. Dhe jo që është gjëja e parë që krijoi, po sipas gjuhës arabe kuptohet që në momentin e parë që e krijoi, i tha shkruaj. Pra ky është kuptimi, domethënë. Dhe po ti bashkosh të dyja këtë me këtë konkluzion dalim. Gjithashtu si thamë, jemi të bindur se lapsi nuk është gjëja e parë që Allahu ka krijuar. Edhe hadithet nuk bin ndesh me njëra tjetrën. Këtu kemi hadithin
Ubadës, pra që sa më përmenëm, e bashkojmë me hadithin e Abdullah ibn Amr ibn al-Asit, ku thot se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kataba Allahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50,000 sana." Qala wa 'arshuhu 'ala al-ma. I shkruajti Allahu thot caktimet e krijesave para se të krijojë qiellin dhe tokën me 50,000 vitesh, domethënë para se të krijojë qiellin dhe tokën. Dhe thot profeti, dhe arshi i Allahut ishte mbi ujë. Tash dikush mund thot, si të veprojmë me hadithin e Imran ibn Husajnit, që profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu." Pra ka qenë Allahu dhe nuk ka qenë gjë tjetër përveç tij. Ose një transmetim tjetër qablehu, para tij. Edhe sipas kësaj pretendojnë, duke thënë se në një kohë prej kohërave ka qenë vetëm Allahu dhe se nuk ka pas me atë asnjë krijesë tjetër. Përgjigja është në dy këndvështrime. E para hadithi i Imran ibn Husajnit, shikojmë mënyrën se si ka ardhur. Edhe arsyeja pse profeti sallallahu alajhi wasallam ka folur ashtu. Thot Imran ibn Husajni: "Dakhaltu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam", hyra thot tek profeti sallallahu alaihi wasallam, "wa 'allaqtu naqati bil bab", dhe lidha devën time te dera thot. "Fa atahu nasun min Bani Tamim", i erdhën atij thot disa njerëz nga Bani Tamim. Bani Tamim janë një fis prej fisëve të arabëve. Fa qal: "Iqbalu al-bushra ya Bani Tamim", o Bani Tamim, pranojeni, domethënë përgëzimin. Ka për qëllim pranojeni dijen që do ju jap. Pra që ju çon juve në xhenet, ju ruan nga zjarri kështu. Edhe thonë ato: "Qad bashartana fa a'tina", pra na ke treguar, po tani na jep. Pra ishin më të vonë ke dynjaja, doshin në diçka për dynjas. Thumma dakhala alayhi nasun min ahli al-Yaman. Pra pastaj u futën tek ai disa njerëz prej Yemenit. Fa qala: "Iqbalu al-bushra ya ahli al-Yaman", pranojeni përgëzimin, pra dijen që do jap o banorët e Yemenit, idh lam yaqbalha Banu Tamim, në moment që përderisa Banu Tamim nuk e pranuan. Qalu: "Qad qabilna ya Rasulullah", e pranuam o i dërguari i Allahut. "Ji'naka nas'aluka an hadha al-amr", në një transmetim, kemi ardhur të pyesim për këtë çështje, kishim përgjigjem për krijimin. Një transmetim tjetër për fillimin e këtij krijimi, për fillimin e kësaj çështje, domethënë. E tha profeti sallallahu alaihi wasallam: "Kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayru", ka qenë Allahu dhe nuk ka qenë me atë asgjë. "Wa kana 'arshuhu 'ala al-ma", dhe arshi i tij ishte mbi ujë. "Wa kataba fi adh-dhikri kull shay", dhe shkruajti në Lauhul Mahfuz pra çdo gjë. Tani emri i Allahut për filloi Stefa. Ai Stefa kishte formën mbi ujë dhe u ngrit lart mbi arsh. Po, normalisht. Tani këto sahabi nuk e pyetën profetin sallallahu alaihi wasallam për krijesat në përgjithësi. Ktu do ta kemi parasysh. Ato e pyetën për këtë botë që ne e shohim. Pra, o i dërguari i Allahut, na trego kush është fillimi i kësaj bote që ne shikojmë. Dhe për këtë dëshmon fakti se profeti sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj duke ju thënë: "Kana Allah", Allahu ka ekzistuar. Ato se pyetën për Allahun. Prapë ja tha, Allahu ka qenë dhe nuk ka pas gjë para tij. Dhe froni i tij ka qenë mbi ujë thot. Dhe pastaj krijoi qiellin dhe tokën dhe shkruajti në librin e ruajtur, pra në Lauhul Mahfuz çdo gjë. Pra po ta vëresh, shikon që profeti sallallahu alajhi wasallam i përgjigjet duke i folur për krijesat. Pra qiellin dhe tokën. Dhe pastaj gjatë hadithit përmend arshin e Allahut, që ishte mbi ujë. Pra del bateria është. Des po do fiket.
Pra, këtu kemi një krijesë tjetër, domethënë, që është para qiellve dhe tokës, që është Arshi i Allahut. Edhe pse ato nuk e pyetën për atë. Ndërkohë që profeti sallallahu alajhi wasallam nuk përmendi, aleikum selam, nuk përmendi sqarim tjetër për, domethënë, për Arshin e Allahut. Thjesht përmendi që ka qenë. Pse? Sepse ai nuk u pyet për Arshin e Allahut apo për krijesat që ishin para botës. Ai u pyet për krijesat që gjendeshin këtë botë që ne shikojmë. Për këtë arsye ai thjesht ja tregoi, me i tregoj që nuk është kjo krijesa parë. Por se i foli me atë që ato e pyetën. Fillimi i kësaj ka ndodhur në këtë kohë. Po ka qenë Allahu dhe Arshi i Allahut ka qenë mbi ujë. E dyta, nëse themi që transmetimi ka ardhur me fjalën dhe nuk ka qenë para Allahut asgjë, themi që s'ka problem. E dim që para Allahut s'ka asgjë. Dhe hadithet nuk bin ndesh me një tjetër. Kelamistët përmendën për ehli sunetin që me këtë pohim që ju bëni të zinxhirit pafund të krijesave, të krijimit në shkuarën, pohojmë thotë se edhe bota ka qenë e përhershme. Me këtë gjë që ju thoni, thotë, pohojmë që edhe bota ka ekzistuar përgjithmonë. Pse? Gabimi midis llojit, thamë, edhe individit. Lloji është fakti që është krijimi i Allahut, dhe me krijimin e Allahut ne duam të themi fakti që Allahu ka krijuar gjithmonë. Dhe para çdo krijese ka krijuar një tjetër, para asaj një tjetër, para asaj një tjetër deri në pafundësi. Dhe nuk flasim për individët. Edhe nëse do themi që bota është shumë e vjetër, ama e ka një fillim. Edhe ato duan thonë që ju nëse thoni, më thon krijimi i Allahut është i përhershëm, këtu fusin dhe krijesat, që janë pjesë e individëve. Asnjë individ nuk është i përjetshëm dhe i përhershëm. Pra, ka pas një moment që nuk ka ekzistuar, pastaj Allahu ka sjellë në ekzistencë. Pra, ehli suneti pohojnë se çdo krijesë nuk ka ekzistuar. Pra, fiksoheni. Çdo krijesë ka një fillim, nuk ka ekzistuar gjithmonë. Ndërsa Allahu normalisht është i pari i cili nuk ka fillim, gjithmonë ka ekzistuar në pafundësi. Edhe ne e pohojmë përjetësinë e llojit, pra dhe lloji është krijimi, pra që Allahu ka krijuar dhe para saj një krijesë tjetër, dhe jo individët. Pra jo krijesat që Allahu ka krijuar. Krijesat nuk janë përjetshme, krijesat e kanë një fillim. Gjithashtu përmendën, nëse themi për përjetësinë e llojit, duhet pohojmë edhe përjetësinë e individëve brenda të llojit. Pse? Sollën një rregull, thonë, sepse gjykimi, lloji ka të njëjtin individët dhe lloji me njëra tjetrën kanë të njëjtin gjykim. Pra individi ka të njëjtin gjykim me grupin. As kjo nuk është e saktë, domethënë, sepse me logjik. Pra nëse ne themi balta, për shembull. Balta është një lloj. Dhe nën të janë dy individ, dheu dhe uji. Tani ai kanë të njëjta cilësi, thonë kjo me këto, cilësitë ndryshojnë. Edhe nuk është kusht që gjithmonë, domethënë, duhet të kenë të njëjtin gjykim. Si mund të marrin të njëjtin gjykim? Krijesat e kanë një fillim, ndërsa Allahu nuk e ka një fillim dhe cilësitë e tij dhe fakti që ai ka krijuar. Kështu që ky lloj interpretimi që e sollën gjithashtu nuk shkon. Disa njerëz më prej tyre, edhe disa të ehli sunetit, për fat keq, dhe për të ardhur keq, thanë, shiko, ta mbyllim këtë muhabet, thanë, gjëja e cila ka qenë e përhershme,
ka qenë mundësia e Allahut dhe fuqia e Allahut për të krijuar dhe për të vepruar. Dhe këtu kanë përdorur një fjalë, thonë që kanë rënë dakord, po themi, me disa kelamist. Allahu është krijues me fuqi, më pas u bë krijues me veprim. Pra e mohojnë faktin që Allahu ka vepruar në realitet apo ka krijuar në realitet, po kanë thënë ka pas fuqi me kriju. Po s'ka krijuar. Përgjigja. Ka një ndryshim të madh midis veprimit dhe mundësisë për të vepruar. Pra, njëna është i gjë dhe tjetra është i gjë tjetër. Dhe nuk i thuhet veprues atij që ka mundësi po s'ka vepruar. Pra një person që ka mundësi me e bë diçka, po nuk e ka vepruar, nuk është veprues. Dhe nuk mund të cilësohet në atë veprim derisa ta kryejë. Argumenti: a ka Allahu mundësi me bë padrejtësi? E ka mundësi. Mirë, po përsosmëria e Allahut është që ka mundësi ta bëjë, po nuk e bën, e pastron veten, është i lirë prej saj. Kjo është përsosmëria e Allahut. Ka mundësi dhe nuk e bën. Tani me të njëjtën mendësi që ato thanë, Allahu ka mundësi ta bëjë. A mund ta cilësojmë Allahun me këtë lloj cilësie? Ja. Në të njëjtën mënyrë, nëse themi që Allahu ka pas mundësi me kriju, po nuk ka kriju, a mund ta cilësojmë Allahun me krijim nëse s'ka kriju? Jo. I bi atëherë që krijimi i bi poshtë. Që Allahu nuk ka kriju. Kështu që ky lloj interpretimi që e sollën, normalisht që nuk vlen, sepse me logjik të thjeshtë ai bie poshtë. Atëherë gjithashtu argumentet e Kuranit dhe Sunetit pohojnë që Allahu ka vepruar, edhe e pohojnë veprimin e Allahut. E femen yakhluqu kemen la yakhluq, a është njëjtë ai që vepron me atë që nuk vepron? Çfarë përsosmërie e pohojmë ne për Allahun subhanahu wa taala nëse themi që ai ka pas mundësi të veprojë, mirë po s'ka vepruar. Pra deri në pafundësinë të shkuar. A ka përsosmëri këtu? Nuk ka përsosmëri. Pra këtu themi që Allahu nuk ka pas, domethënë e zhveshim komplet nga cilësitë e përsosmërisë. Se prej përsosmërisë së Allahut është që ai dëshiron të bëj, dëshira e tij është e përsosur, fuqia e tij është e përsosur dhe ai vepron. Dhe dëshirën e Allahut nuk e pengon asgjë, dhe kjo është në pafundësi. Një shembull, nëse një person e lavdrojmë, themi nuk ka poet si ky. Ky është poeti më i mirë që ka pa dynjaja. S'ka shkruajt as i varg. As i varg nuk ka shkruajt. A mund të jetë ky, domethënë, a është poet realisht? Është poet. Apo nëse një person themi, ky nuk ka më të rrim apo më të fortë se ky, po hyni në luftë, ky e çiroi, s'ka luftuar herë në jetë vet. Pra realisht nuk ka për ky lloj përshkrimi, nuk ka përsosmëri në përshkrim. Pra ky lloj përshkrimi që ne bëjmë këtë lloj forme nuk ka përsosmëri derisa të themi që e ka vepruar atë gjë që ai ka mundësi. E kështu është dhe me Allahun. Nëse ne nuk e pohojmë veprimin që Allahu ka vepruar dhe ka krijuar gjithmonë, ne po e heqim përsosmërinë prej Allahut subhanahu wa taala. Një pikë tjetër është nëse fuqia për të krijuar është përsosmëri. Ta zëm që është vetë fakti që Allahu ka mundësi por nuk ka vepruar. Ta zëm se kjo është përsosmëri. Ama fakti që Allahu ka vepruar, a është më e lartë në përsosmëri? Pra edhe nëse e zëm që e para është përsosmëri, ama e dyta është më e lartë. Çfarë duhet të themi për Allahun, parë në dytën? Normalisht duhet të themi atë që është më e lartë në përsosmëri për Allahun subhanahu wa taala se sa një që është më pak. Dikush më thotë, kjo që ju thoni bindesh,
Pra se ne themi që lloji i krijimit të Allahut është i përhershëm, ndërsa krijesat e kanë një fillim. Dikush thotë kjo bën ndesh. Sepse ne këtu tani po flasim për veprimet e Allahut. Pra veprimi i Allahut. Edhe veprimi i Allahut, ato veprimet specifike i bëjnë pjesë të esencës së përjetshme të Allahut subhanahu wa taala. Çfarë do të thotë? Se kështu si e thash në përshtatje. Çfarë do të thotë? Ne themi që ka ndryshim midis faktit që Allahu ka krijuar arshin, pra ky është një veprim vete, dhe ka ndryshim midis faktit që Allahu ka krijuar tokën, dhe ka ndryshim midis faktit që Allahu ka krijuar me lajket. Pra këto janë veprime specifike. Ndërsa këto, të gjitha veprimet specifike i bashkangjisin me esencën e Allahut dhe thonë, sipas kësaj që ju thoni, i bie që edhe këto veprime duhet të jenë të përjetshme. Po kjo domethënë të çon në një lloj mendimi, domethënë ato nuk i mendojnë gjërat që thonë subhanallahu. Sikur se thotë Ibn Qayyim, thotë ai që nuk i beson shpalljen Kur'anin dhe Sunetin dhe çka ka ardhur prej Allahut, e sprovon Allahu domethënë me besime të çuditshme realisht. Pra ky lloj interpretimi prapë ato nuk ja bën dallimin midis llojit dhe individit. Pra lloji në këtë rast është cilësia e Allahut për të krijuar, ndërsa individi është, domethënë, fakti që Allahu ka krijuar një person, një krijesë tu, një krijesë te, një krijesë ande, domethënë, janë të ndara nga njëra tjetra. Dhe nuk po flasim për cilësinë e Allahut, se cilësia e Allahut e krijimit është e përhershme dhe e përjetshme, ndërsa veprimet specifike kanë ndodhur në kohra të ndryshme. Dhe nëse shkon kjo fjalë, domethënë që këto e thonë, i bie, pra nëse edhe këto veprimet specifike duhet ishin të përhershme, i bie që çdo gjë duhet të ishte në përjetësi dhe për një herë. Pra duhet ndodhte çdo gjë në një moment. Çdo krijim duhet ndodhte në një moment. Kjo është marrëzi, çmenduri. Nuk e kanë vrarë mendjen, domethënë ta mendojnë, po thjesht shikoj, sikur se thamë ne, keramistët e përmendëm të mësimit kaluar, ngritën një argument kundra filozofëve për të vërtetuar ekzistencën e Allahut, dhe atë lloj argumenti ato e madhërun, saqë disa prej tyre e bën kusht prej kushteve të besimit, saqë thon kush e formon besimin e vet me ndonjë gjë tjetër përveç këtij argumenti, besimi i atij nuk është i saktë. Prandaj për këtë arsye domethënë i mshojnë dhe bin ndesh me ehli sunetin dhe sjellin lloj-lloj interpretimesh, po them që me dalë e vetja për ta mohuar që Allahu ka krijuar në pafundësinë të shkuar. Tani ka dhe i diçka. Krijesat Allahu i ka krijuar dhe çdo krijesë domethënë ne themi që krijimi i Allahut krijimi i Allahut është i përhershëm. Ama çdo krijesë, fakti që Allahu ta bëjë një krijesë apo një veprim e paraprin dëshira e Allahut. A nuk thot Allahu fa'alun lima yurid. Allahu vepron atë që ai do. Pra duhet të paraprihet kjo gjë për veprimi i Allahut nga dëshira. Prandaj vepron atë që dëshiron. Dhe nëse do të ishte, siç thamë, domethënë, veprimi specifik për kësaj pjese, pra i përjetshëm, pra që futen këto pjesë e esencës së Allahut, kjo të shonë që çdo gjë duhet të ishte në një moment. Një problem tjetër, edhe me këtë inshallah do ta mbyll, është që shumë njerëz e kanë të vështirë ta përfityrojnë si nuk pas ka pas një krijesë të parë. Pra se ne themi që Allahu është i përjetshëm. Edhe në këtë këndvështrim e kanë vështirë ta përfityrojnë si nuk pas ka pas një krijesë në fillim, krijesa e parë fare në fillim. Themi vëllezër që ne jemi krijesa të limituara dhe po kërkojmë për diçka që nuk ka limit, nuk ka kufi. Ne jemi kufizuar në këtë botë që e shohim dhe e prekim, dhe çfarë na ka ardhur prej Allahut me argumente. Ne mjafton
që të besojmë atë që Allahu na ka sjell, edhe nëse dalim para Allahut duke e besuar atë që Allahu na ka sjell, kjo për ne është në rregull. Edhe përfundimi i vëllezër tash, duhet të kemi parasysh diçka. U zgjatëm me disa gjëra, mbase jo të gjithë, domethënë mund të interesojnë disa pika që përmendëm, apo mund t'i bëjmë dobi, apo mund t'i mbajmë mend disa pika që përmendëm, mirë po, për dy arsye. E para, se mund të ketë disa që i bën dobi. Pra çdo fjalë që e tham, mund të ketë disa që i bëjnë dobi. Edhe mund t'i fiksoj, edhe mund t'i mbaj mend. Po edhe nëse nuk është kjo e para, është e dyta që ta dini se ehli suneti, më thënë, të formoni një bindje në këtë besim, se ehli suneti ka argumente dhe i ka kthyer përgjigje edhe dyshimeve, domethënë, që kanë sjellë tjerë. Pra, i përmendëm thjesht të shtohet, domethënë, qartësohet sa më shumë çështja, edhe të shtohet bindja pse e besojmë në këtë lloj forme. Edhe në përfundim, nëse nuk i ke përfituar të gjitha që tham, na intereson vetëm kjo pjesë. Është që besojmë që Allahu gjithmonë ka qenë veprues, fiksoja, ka qenë veprues, krijues, furnizues, ka folur deri në pafundësi. Deri në pafundësi. Çdo krijesë para saj ka një krijesë tjetër. E para saj krijesë tjetër pafundësi deri në pafundësi, domethënë, në të shkuarën. Edhe nëse ke problem me të shkuarën, nëse dikush për jush mund të ketë problem me kuptimin e pafundësisë, domethënë në të shkuarën, dhe se para saj ka pas një krijesë tjetër, bëj krahasim me të ardhmen. Allahu gjithmonë do krijojë në të ardhmen. E gjithmonë ka për të furnizuar, ka për të dhënë jetë, ka për të marrë jetë, ka për të falë, ka për të mëshiruar e kështu me radhë. Edhe me lejtë Allahut, thënë, ikën problemi që e ka për të kuptuar çështjen e të shkuarës. Allah shpërblet më të mirë nëse ka një pyetje. Mas kiametit, në xhenetit, në xhenem. Allah të gurë të jashtat që je, ashtë dhe kursia, dhe në xhenet dhe xhenem përjetësia. Tani si, çfarë jetë ka mas tyre, mas xhenetit e xhenemit, se të është përfundimi i gjithë krijesave, që ne e dimë. Xheneti dhe xhenemi janë të përjetshme. Ato do ekzistojnë pra në moment që besimtarët do futen në xhenet edhe të tjerë në xhenem, Allahu na bëf banor xhenetit dhe na ruaj për xhenemit, do të jetojnë aty për gjithmonë. Allahu thotë khalidin fiha. Dhe kjo fjalë për gjithmonë. Po, Allah shumë, pra, në të ardhmen, kjo që thash. Për të deponuar të xhenetit dhe e xhenemit, të kryesat që Allahu do të shkëndijë. Sepse Shiko, po e kuptova. Po, e kuptova. Allah shumë blet shkurtimisht, po për mund të jetë pak pa qartë. Ata aspektin që Shiko, nuk përfundon këtu. Po. Jere pak si shkurë dole si përfundinë, në kësa përdohën, apo? Shiko, unë i dola shkurt. Jo, unë i dola shkurt sepse me u marr me këtë temë vetëm Sheikhul Islam Ibn Taymija ka shkruar me qindra faqe. A kupton? Kështu që do duaj, domethënë, po themi një vit thjesht me fol për këtë temë, çfarë kanë thonë edhe si është ky përgjigje, është diskutim shumë i gjatë. Po. Po. Allah është i përjetë, pa të ndin, e pa mbret. Shkritë e ndina. Është kryus, po këtë pjesën se kërën gjurë faktë që ka kryu para qive dhe tokës, ka kryu njërës dhe gjindët, dhe që ka pas kërës tjera për para tyre. Para se të kryu qive dhe tokën. Ka argument që ka pas kërës për tjera? Po. Ka thonë do më thonë Arshë qive dhe toka ka qenë zbashkë. Arshë që bjuj. Kërës tjera ka argument për gjindët dhe njërësve. Ka para. Një argument është që Allahu thotë po yakhluqu ma la ta'lamun, dhe Allahu krijon atë që ju nuk e dini. Allahu shumë gjona vëlla nuk i ka përmend sepse nuk na interesojnë mua e ty për shembull çka ka krijuar Allahu pa fundësi.
Ama sipas këtyre që tham, këto janë fjalët që i thënë dietarët e Ehlisunetit. Më shumë ti prej tyre Ibn Taymija. Pra, interpretimet që i kanë marrë nga dietarët para tij të Ehlisunetit, edhe duke dalë te ajo që nuk mund të jetë njësoj një person, fakti që Allahu me besu për shembull që Allahu i ka mundësi për nuk krijon. Do të thotë që nëse ne themi që Allahu nuk ka krijuar, nuk ka vepruar deri në pafundësi, kjo çon që ne ta mohojmë fare faktin që Allahu ka krijuar, apo edhe cilësinë e Zotit krijimit. Nëse dim çfarë ka krijuar. Nëse dim, edhe xheneti xhenemi do të jenë të përjetshme dhe të përhershme, edhe nuk e dim se çfarë ka krijesat tjetër. Ne dim veç aq sa Allahu na ka treguar. Allahu vazhdon në xhenet, furnizon frutat e gjërat që ndodhen në xhenet, mbarojnë, krijon Allahu tjera e kështu me radhë. Pra, është mbasi era shkurt, po them si ka rënë në dokumentat, që është kufijin. Kur astronomia nuk e din se ka ardhur domun se çfarë ka domosdoshmos si të dokumentata. Normalisht. Aty në kufijin pas kush nuk e di domosdoshmos. Normalisht. Është i vjen të kufizuar me ata që Jemi të kufizuar. Alhamdulillah, ne ne mjafton të besojmë që ky është Zoti jon dhe është i përsosur. Dhe nëse ne nuk e themi këtë lloj mendimi që Allahu gjithmonë është krijues, gjithmonë është furnizues, ne po i heqim përsosmërinë Allahut dhe kjo nuk lejohet. Është përsosur këtë shembull që ka krijuar para njerëz dhe gjin dhe Ka krijuar deri në pafundësi. Deri në pafundësi. Edhe unë derisa e lexova, domethënë që u futa në këtë temë, s'm kishte rënë herë mendja. Jeta do të thonë 50.000 vjet të shkruajtë. Para 50.000 vjet të shkruajtë do të thonë që do të ekzistojnë gjithë njerëz me lajke që toka, po do të thonë, para se mort këto, ka qenë muti, ka qenë roshi. Ai që pafund. Subhanallahu wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.